Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Falenderojmë Allahun e lartësuar, salavatët dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë atyre që e kanë pasu dhe vazhdojnë ta pasojnë me mirësi deri në ngjallje. Vazhdojmë inshallah taala me temën tonë, ku kemi tregu disa nga shkaqet të cilat duhet besimtari me i marrë, dhe përmes tyre e din se Zoti Gjelle Gjelaluhu e don atë person. Dhe kemi ardhur te pika e 5, ku është nga shenja që tregon se Zoti e don një rob, është kur ai këtë botë e përfundon me një përfundim të mirë. Pro përfundimi i mirë nga kjo botë na jep me kuptu se Zoti ka qenë i kënaqur me atë person, dhe Zoti ka qenë razi me atë person, dhe se shpresohet se do ta merr rahmetin e Zotit në ditën e Kiametit. Ka thonë Allahu në Kur'an: "Wal aqibatu lil muttaqin." Përfundimi i mirë do të jetë për ata të cilët janë të devotshëm dhe kanë frikë respekt ndaj Zotit të tyre. Dërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Men kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, dakhala al-janna." Thot, tek kush fjala e fundit nga jeta e tij është la ilaha illa Allah, ai person do të përfundojë në xhennet. Pro kush e përfundon këtë jetë, e dorëzon shpirtin te Zoti, duke shqiptu shahadetin, duke thënë la ilaha illa Allah, kjo është përfundimi më i mirë i mundur që muslimani mund të me dorëzu shpirtin nga kjo botë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka garantu se ai i cili përfundon jetën e tij me këtë fjalë, ai do të jetë prej xhenetlive. Ibn Qayyim, Allah e mëshiroft, duke sqaruar këtë hadith, thot: përfundimi i mirë nuk i jepet atij që jeton në pakujdesi. Por nëse dikush tër jetën e tij e ka kalu duke mos qenë i kujdesshëm ndaj dispozitave të fesë, thot Ibn Qayyim, Allah e mëshiroft, këtij personi nuk i jepet përfundimi i mirë nga kjo botë. Dhe kjo është në shumicën e rasteve. Por përfundimi i mirë është fryt i bindjes dhe kthimit të sinqert tek Allah. Pra nëse ne dojmë me pas një përfundim të mirë, me dorëzu shpirtin duke qenë Zoti i kënaqur me ne, dhe kjo është një nga shenjat e fuqishme që tregon se Zoti ka qenë i kënaqur me atë person, është kur ne kthehemi te Zoti Gjelle Gjelaluhu, duke kërku pendim, duke ra istighfar, duke u mundu me i kry ato detyrimet të cilat Zoti Gjelle Gjelaluhu na i ka bë obligim, dhe duke u mundu sa ma shumë që të largohemi nga të gjitha ato vepra të cilat Zoti na e ka ndalu, nga se janë të damshme për ne, për familjet tona dhe për shoqërinë tonë. Kështu kanë qenë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për këta Allahu çfarë ka garantuar për ta në Kur'an? Allahu ka thonë: radiyallahu anhum wa radu an. Allahu ka qenë i kënaqur me ta, dhe ata kanë qenë të kënaqur me Allah. Ky ajet na jep neve me kuptu se krejt shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam janë prej xhenetlive. Krejt, pa përjashtim. Nga se Allahu nuk e ka përjashtu asnjë prej tyre. Allahu ka thonë se është i kënaqur me ta, dhe ata kanë qenë të kënaqur
me Allahun. Dhe kjo është një garanci e madhe për ta që janë prej xhenetlive. Dhe në këtë ajet hyn çdo kush i cili e beson Allahun, e beson pejgamberin alayhi salatu vesselam si të dërguar të tij dhe i plotëson kushtet e imanit, e të islamit dhe praktikon fen e tina ashtu qysh na i kanë përcjell shokët e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Për këta dietarët kanë thonë, dashuria ndaj shokëve të pejgamberit alayhi salatu vesselam është fe. Nëse e nin dikam tu i fy shokët e pejgamberit alayhi salatu vesselam, kanë thonë dijnë se ai është zindik. Zindik është i dalë prej feje. Pra nga shenjat që tregojnë se njeriu është në rrugën e drejtë dhe se Zoti është i kënaqur me ta, është kur Zoti i jep përfundim të mirë atij personi nga kjo botë. Pra e dorëzon shpirtin tek Zoti i vet, duke qenë në rrugën e Zotit, duke qenë i përkushtuar në rrugën e Zotit, dhe Zoti duke qenë i kënaqur me ta. Kjo është një ndër shenja tjera të cilat tregojnë se një person është Zoti razi me ta.